tregonte zemra e festës rrej më fort se kurrë. Në një mbrëmje të mbushur me emocione, dashuri dhe shumë gëzim, Agnesa Beluli, vajza e këngëtares së mirënjohur Shkurte Feza, po I jep jetë njërit prej kapitujve më të bukur të jetës së saj. Që në hyrje gjithçka të lë pa fjalë. Dritat vezulluese, dekorimet elegante, lulet e kuruara me përkushtim dhe çdo detaj I menduar me kujdes, krijojnë një atmosferë magjike që të bën të ndihesh pjesë e një përralle. Ambienti është I mbushur me buzëqeshje, përqafime, urime të sinqerta dhe emocione që lexohen në fytyrën e secilit të pranishëm. Përpos gëzimit të madh që kanë në këtë natë, emocionet e ikonës së muzikës shqiptare, Shkurte Feza, janë më të pranishme se kurrë. Vajza e vogël po martohet e urimi I nanës është gjithmonë nga zemra. Agnesa është fëmiu im I 4, sot martohet edhe pse kam emocione, me thonë drejtën, sepse për prindin gjithmonë meten fëmijë, pavarësisht që po bëhen e po rriten e po bën të më u martua, po ajo ndjenja që ti ke fëmijë është e pa diskutueshme asnjëherë. Edhe kam emocion natyrisht se vajzat gjithmonë kur ikin të metet nuk e di, me I pyet thellë brenda nanën, asnjëherë ndoshta si kish largua, po tash jeta është proces dhe këto uroj me gjithë zemër që secila nanë t'i përjetoj, sepse vajzat janë për me u martua, edhe me na vështua dhe kombi, edhe sepse jemi pak në numër neve. Është emocion, po është një I përzim edhe pak gëzim, pse jo. E ke martu edhe 2 vajzat e tjera, por kjo është e vogla, është një emocion pak më ndryshe për juve. Sa mendova se u mësova, po jo nuk po mësova, një gjithmonë të... S'po them të vjen keq, sepse e kuptoj shumë mirë po, është dhimbje, sepse Agnesa ma e vogël jemi mësuar gjithmonë me te çdo hall me qa, pastaj sa herë vjen pi punës me ule, me biseduar si kaloi, me mëngjeset zakonisht me pi kafen bashkë dhe sigurisht ka na mungu, megjithse e kam afër, po. Po ju shoh pak për lotur edhe sy të skuqur, a janë prej emocioneve që e keni pas gjatë gjithë ditës sot? Është emocion që sa kohë, domethënë, s'po tham nuk është e lehtë se mirë është që po martohen, edhe gjitha vajzat duhet martohen, edhe gjitha djemtë, dhe sepse për trirja është e domosdoshme dhe ju të rit duhet me kuptu këtë si proces që nuk mundi me ikë. Leni komoditetet edhe ashtu që kena rrit nga fëmit, edhe ju pak me vështirësi, me dashuni me bashkëshortin, me mirë kuptim, edhe ja dilni, sepse vjen një moshë kur gjë s'ka kuptim pos fëmijëve tu. Kush është mërzit sot ma shumë Bizonja Shkurte, tregoni drejt. Se na e pam edhe Zotria Ajrushin ko gjatë emocionu, po cili ka pas atë lidhje pak ma të hapet me Agnesën dhe. Po edhe Ajrushi, edhe unë, edhe të thash se na ka lastua pak, edhe plus që është edhe farmaciste, pastaj për çdo shqetësim shëndetësor e kena thirrë në telefon, çka me marr, çka me pi, gjithmonë. Edhe mirë po, jemi të gëzuar që ajo po realizohet, kjo është shumë e rëndësishme. A e mbani mend momentin e parë kur Agnesa ju ka treguar se e ka gjetë fatin e jetës? Cili ka qenë reagimi juaj si nana për vajzën? Da ka ardhur mirë, sepse laureati na ka pëlqyer me fillim, edhe këta kanë kryer edhe fakultetin bashkë, kanë njohur edhe të mahershme, kështu që nuk ka qenë shumë befasi për ne. Keni përcjell shumë vajza, keni marrë pjesë në shumë dasma shqiptare, po sonte a keni me përformuar në dasme në vajzës tuaj? Sigurisht, po.
këndoj, bile i kam disa këngë që mi ka kërku Agnesa. Pa tjetër që. Po, a kime e pas let me menaxhu emocione që kime pas? Jenë harxhu emocionet që sa kohë na po merremi me këtë dasëm që t'jetë sa ma bukur. Cila është këshilla jote që si nana për vajzën në këtë cikël 3 jetësor sa po ka nisë? Në t'jetë mirë, fillimisht me vetëm, pastaj mirë kuptime pas me bashortin e saj, me familjarët e burrit, me të gjitha ta, po Agnesa është vajzë e edukume, i di këto dhe pa i thonë. Po përdonte që me pas pak kujdes me vajzën e vogël? Sigurisht ajo e para. Cila është një këshill që ja donte sot? Ta nderon, ta respekton vajzën time, sepse është dhurata më e çmueshme e imja që po ja jap. Lidhja e Agnesës duket të ketë qenë edhe më e afërt me babain e saj, Hajrush Belulin, që sonte s'ka gjë tjetër pos fjalëve të shpirtit. Gjithmonë ndodhin emocionet veçanta kur i martoni fëmijët, po kur shkon e vogla diçysh sikur mbetet një boshllak. Por jam i lumtur që një pjesë e zemrës tonë bashkohet me një pjesë e zemrës shatri dhe krijojnë një familje të re. Dhe fillon. Domethënë është një mbyllje e ciklit me fëmijën e fundit, që po martojmë, po është një fillim i ri, i cili është gjithmonë i arreshëm, i mirë, me sukses, me lumturi. Po cila ka qenë lidhja juaj si baba me vajzën e vogël, po besoj me sugaricën edhe shuretin e shtëpisë. Po që ajo ka qenë ma vogla, këto dy të mëdhajat merren edhe me muzikë, ma shumë në lidhje me shkurtër, nuk kam pas një lidhje të veçantë me këtë, me Agnesën. Kështu që gjithmonë e kam marrë afër, e kam përkthel, por na parim kështu nuk i lasdrojmë fëmijët, por kujdesin e bëjmë maksimum. A e mbani mend momentin e parë kur Agnesa ju ka treguar që e ka gjetë fatin e jetës së saj? Cili ka qenë reagimi juaj? A keni qenë skeptik ndoshta në përzgjedhjen e saj për bashkëshortin e jetës? Për vetë se harroj kur. Kom tha e kom gjetë dhe unë më njëherë i qova me të kur e vogël të dhe ti u bënë më martua. Hajde po për herë, ma i lumë të ishta se tjerë se më do diçka që po lind diçka shumë e për fëmijët më të vogël. Po cila ka qenë këshilla që jeni për kujdes me ja jep Agnesën? Tash po fillon një cikël 3 jetës së saj, çka një kujdes me e pas ajo në mendje gjithmonë? I kom thënë shumë shkurt e qartë. Duhe laratin, me dashuri, me durim dhe respekt, arrijet lumturia. Aty e ke lumturin, që të 3 elemente me. E kjo natë magjike sonte disa vite para e ka pas edhe momentin skeptik se a është dhëndri i duhur për familjen Beluli. E pikërisht në këtë moment, vjeri i laureatit i ka disa fjalë për dhëndrin. Edhe atje kom në një këshillë. E më thonë Larat, për të jap Agnesën, për të jap qysh me thonë amanet. Sa është një lloj dorëzimi kështu. Duhja dhe respektoja dhe krijoni lumturi. Përpos që po shkëlqen në pamje, shkëlqimin e ka edhe në fytyrën e sytë e saj. Sepse sonte martohet motra e vogël, ajo për të cilën gjithë familja Beluli u kujdes që sonte të shkëlqej. Emocione padyshim që janë gjithmonë, po pak a shumë i kryva te kurorëzimi ato emocionet më të mëdha. Kështu që tash jem pak më relaks, jemi pritur mysafirëve që shpërshin, një atmosferë shumë e këndshme edhe po pres veç me kalu mirë dhe me shiu natën. Në pamundësi me e po Agnesën edhe me marrë emocionet e saj atë para, po të pyes ty sonte se çfarë emocione ka momentalisht Agnesa. A është gati për me hy në altar dhe me shkëlqy sonte? Unë po besoj që po, se po doket si një princeshë e vërtet, po doket shumë bukur, edhe është rregulluar duart sigurta, edhe besoj që ka pak më të lehtë me ndihmën e tonë. Unë edhe Besiana, 2 motra, lumaj që ka motra, menoj, ja kemi lehtësuar shumë, gjithçka. Kush është kujdes mas shumë të për Agnesën, qoftë në anën emocionale, qoftë në ato anën fizike që më shkëlqy sonte me pas vellën mbase perfekte, po edhe lukun perfekt. Gjithë bashkë kemi kujdes se kjo eksperienca jonë na kemi eksperienca shumë dasma, unë e mami sidomos, kështu që na i lehtëson secilit pak a shumë punën. Plus edhe Besiana që e kemi për gjithçka, kështu që mendoj që e ka pas shumë atlet. Cila është këshilla jote si motra për motrën e vogël? Thash ajo po nis një rrugtim që ti pak më e vetë se e ke përfunduar. Po cila kish më qenë sonte këshilla jote për Agnesën?
Unë Agnesës ja dëshiroj që të mirë në jetë edhe me pas dashni me burin e vetë, me burin që e ka zgjedhë, me Lauratin që është një djalë i mrekullueshëm. Ajo ka zgjedhë bashkë që është vetë edhe jam shumë e lumtur që ata janë të lumtur, ata ka një jetë shumë të mirë, e respektojnë shumë njëri tjetrin, e duan shumë njëri tjetrin edhe jo veç Agnesës, po çdo vajzë në botë ja dëshiroj lumturinë e botës sepse prind mandej janë shumë rahat kur vajzat e tyne, fëmijët e tyne në përgjithësi, vajzat e djemt janë të rahatu, thjesht. Tasha na tregon edhe një sekret, kujt i ka tregu mas pari Agnesa për bashkësorten e saj? Po, na ka tregu në fillim gjithve, po Besjanës. Se me Besjanën janë... Hatri ty që jo ty të pare Jo, se me Besjanën janë pak më të lidhura për shkak edhe diferencës më të vogël të viteve. Ato kanë 3 vite diferencë dhe gjithçka mandej e kanë dalë më shumë bashkë. Po mesazhe për Dondren që mos me ngucësh motrën e vogël se e kemi për asnjë. Dondre din fakt që Agnesën e kemi princeshën e shtëpisë edhe të llastuarën e shtëpisë në kuptimin pozitiv. Kështu që e din, domethënë që duhet një kujdes i veçantë, po edhe Agnesa është shumë e kujdesshme ndaj Lauratit, kështu që veç ata të jenë të lumtur, na jemi mandej edhe më shumë. Që marrë pjesë në shumë dasma dhe kanë gjegje si këngëtare Gresa, po sonte aki me këndune martesën e dasmën e motrës sonte. Patjetër, s'ka kuptim, mos më këndu. Se Se e the edhe ti që kom këndun shumë martesat të tjerëve. Fillimisht hyrja e çiftit do të bëhet me një këngë mie timën, që është premierë dhe është ekstra për çiftin. Është si frymëzimi i dashnisë tyne. Për këtë këngë du me falenderu shumë Besjanën, se unë e kom fillu, ajo e ka përfundu. Dhe thënë e ka realizu krejt. Edhe shpresoj që ka më pëlqy, mandej do të vazhdoj edhe me disa këngë tjera, edhe pastaj pas me janë shumë kolegë mamet që na kanë nderuar sonte me prezencë. Po çfarë emocioni është me këndun e dasmën e motrës? Ndryshe për këtij tjerave që ke marrë pjesë ke këndu. Unë veç shpresoj që nuk kam me qajt, se jam tip emocional, po besoj që kam me shkruaj çdo gjë mirë. Kush emocionu për familjarëve më shumë të Gresa sonte që po martohet vajza e vogël e shtëpisë? Mami, babi më shumë ti mandej edhe na. Si vllai e djali vetëm i familjes Beluli, të vështira ishin fjalët për t'u thënë e urimet për t'u bërë për sugarisën e shtëpisë e natyrisht nuk mungojnë as disa prej ngacmimeve për dhëndrin më të ri. Është motra vogël edhe vetë vetiu e ka një farë emocioni, kështu pak më të madh. Normal që edhe Gresa dhe Besjana kur janë martu ka pas emocion, po kjo është motra vogël. Unë këtë nështë e në arrit pak të e lastu si ma e vogla, e tash edhe kjo u bo për mu martu, është një emocion i veçantë. Më ndoket për shëtë për krejt, edhe për neve, edhe për prindrit. A e mban mend momentin e parë kur Agnesa ka ardhur dhe të ka thonë që e ka gjetë mbas se bashkëshorten e jetës saj. Ç'është ke reaguar ti ato fillimet e para kur ke marrë vesh dikush po ta rrëmben zemrën e motrës sonte? Mëse është Agnesa si ma e vogla, edhe kena lasdru pak, tash bashkë po du me ditë ku shko ka qaj. Po ku e morë vesh se kush është cili ke reagime, ta të pëlqej Dondre? Shumë i mirë. Shumë, janë edhe dytë në shtatë profesionin e njëjtë, është lati është shumë djali mirë, shumë është pika djalit. Se qële qëtë kalon ato sfidat e veta gjatë jetës, po cila kish me qenë këshilla vllajt madh për Agnesën nga se e has me një problem që ka me pas në bashkëshorten e të ardhmen? Qërë tash në përgjithësi edhe jeta bashkëshortore është nuk është sfidë në veti, po jeta në përgjithësi vjen edhe sfida ndryshme, po kryesorja është shumë edhe më e rëndësishme është dashunia me pas. Në momentin që ka shumë dashni në marrëdhëniet e çiftit, çdo sen tjetër të kalohet, pa problem.